Të martën ligji për përfaqësim të drejtë pritet të kalojë në seancë qeveritare, ndërsa më pas do të dorëzohet në kuvent. I pyetur për akuzat e opozitës në lidhje me këtë ligj, koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit Bekim Qoku u mjaftua të thotë vetëm se prandaj bëhet ligji që të përfaqësojë të gjitha bashkësitë etnike. Ligji prandaj bëhet. Ligji ka karakter universal dhe pretendon që të ketë edhe barazi, si para ligjit janë të gjithë barabartë. Edhe ai bëhet që të përfaqësoj, që të garantoj një përfaqësi të drejtë për gjitha komunitetet, përfshi komunitetin maqedonas, shqiptar, turk e kështu me radhë. Ndërkohë nga Aleanca për Shqiptarët krahu i Arben Taravarit kanë thënë se me këtë ligj, pa mekanizma detyrues, shqiptarëve u hiqet e drejta kushtetuese për përfaqësim. Aleanca për Shqiptarët kërkon rikthimin e kalkulatorit proporcional si mekanizëm të detyrueshëm për çdo institucion publik në proceset e punësimit, në përputhje me të dhënat zyrtare të regjistrimit dhe me kushtetutën. Gjithashtu, kërkojnë vendosjen e masave konkrete ligjore ndaj institucioneve që nuk zbatojnë përfaqësimin e drejtë. Nga BDI një ditë më parë janë shprehur se propozimi ligji i ri nuk e mbron, por sipas tyre përkundrazi e minon parimin kushtetues të përfaqësimit të drejtë, duke hyrë në konflikt të drejt për drejt me marrëveshjen kornisë të Ohrit dhe me ndryshimet kushtetuese që burojnë prej saj. Ligji i ri është bërë që të zëvendësojë të ashtu quajturin mekanizëm balancues, që u shfuqizua nga gjykata kushtetuese vitin e kaluar, edhe pse versioni zyrtar i ligjit nuk është publikuar ende. Partitë kanë akuzuar njëra tjetrën nëse ligji i ri apo ai që u shfuqizua është më adekuati për përfaqësimin e shqiptarëve nëpër institucione.